Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm do të lexojmë prej kapitullit 38 të librit të Zanafilës. Leximin e tekstit do ta bëj Donat Gjergji nga Lecco në Itali. Një katekezëm i këtë pjesë do ta ofroj Gasper Marku nga Vlora. Për ta kuptuar çështjen e debatuar tek Zanafilla kapitulli 38, duhet ta kuptojmë mirë të ashtu quajturin ligjin e Leviratit. Është një ligj shumë specifik i beslidhjes së vjetër që parashes se nëse një grua met vejush para se të ketë fëmijë, gruaja nuk mund të martohej diku tjetër, por për të nderuar burrin e vet të vdekur, do ta merrte për burr kunatin. Edhe kunati duhet ta merrte për grua, gjithashtu për të nderuar vllajën e vdekur. Fëmia që do të lindë do të konsiderohet fëmijë i personit që ka vdekur, jo i atij që ishte babai natyror i tij. Le të lexojmë ligjin për këtë çështje. E gjejmë tek ligji i Pertrir, kapitulli 25, rreshtat 5 deri në 10. Thot kështu: Kur vëllezërit banojnë së bashku dhe njëri prej tyre vdes e nuk le fëmijë, gruaja të vdekurit të mos martohet me një tjetër jashtë shtëpisë, por le ta marrë për grua vllai i të vdekurit, që të mos i shuhet fara vllajt të vet. Kështu i paralindur i djalë që len prej saj, le të njihet djalë i të vdekurit, që të mos i shuhet emri në Izrael. Por nëse vllai nuk do ta marrë gruan e vllajt, le të shkoj gruaja te dera e qytetit, tu ashtroj çështjen pleqve të thot, vllai i tim shoq nuk do ta ngjall emrin e vllajt të vet në Izrael, as të më marr mua në martesë. Pleqt le ta thrasin, le ta pyesin aty për aty. Nëse përgjigjet nuk dua ta marr për grua, gruaja le t'i afrohet, le t'ja heqë të mbathurën prej këmbës, le ta pshtyjë në fytyrë e le të thot, kështu i bëhet njeriu që nuk e nderon shtëpinë e vllajt të vet. I tilli në Izrael le të quhet familje këmbëzbathuri. Esenca e këtij ligji është kjo: vllai i vdekur duhet nderuar, i duhet siguruar pasardhësia. Është kjo detyrë edhe e gruas së tij dhe e vllaut që i ka mbetur gjallë. Fjala levirat vjen nga rrënja latine levir, që do të thonë kunat, pra vllai i burrit. Kjo përkthen hebraishten Yavam. Prej këtu, ligji i Leviratit në hebraisht quhet Yibum, që përcakton që vllai i një burri që vdes pa lënë fëmijë e përsërisim, duhet të martohet me vejushen, me qëllim që të vazhdojë emri dhe pasardhësia e të ndjerit. Ekziston edhe mënyra e lirimit të kunatit nga kjo detyrë dhe quhet khalica, për të cilën po flasim pak më vonë. Dy janë qëllimet kryesore të normës. I pari, të vazhdoj të jetoj emri i të ndjerit, të vazhdohet ekzistenca dhe kujtimi i tij. I dyti, të ruhet trashëgimia brenda familjes, të mos i kaloj ajo do një të huaj. Këtë e parasheh me forcë ligji i Pertrir. Toka është e shenjtë dhe duhet bërë gjithçka të mbahet në pronësi. Cila është mënyra se si kunati lirohet prej detyrimit të marrjes për gruat e kunates në rast që vllai t'i ketë vdekur? Ligji, siç e pam, parasheh kështu: gruaja le t'i afrohet, le t'ja heqë të mbathurën prej këmbës, le ta pshtyjë në fytyrë e le t'i thot, kështu i bëhet njeriu që nuk e nderon shtëpinë e vllajt të vet. I tilli në Izrael le të quhet familje këmbëzbathuri. Kjo është një procedurë juridike, gati si liturgjike, dhe bëhet në një ambient publik, në sy të pleqve të popullit. Kjo procedurë juridike, khalica, që në përkthim është heqja e sandaleve. Pas këtij akti publik, gruaja ka të drejtë të martohet me dikë tjetër, por për vllain dhe për krejt shtëpinë e burrit të vdekur, për familjen e tij, kjo procedurë sjell një turp të përjetshëm për atë familje.
bëhet familje këmbës dathurish, sepse gruaja ja ka hequr sandalen kunatit të vet në mënyrë publike. Ky ligj dhe kjo procedurë noll në një farë mënyre tek tregimi që komentojmë sot. Është frika nga ky turp që ndikon tek Juda, djali i Jakobit, ai që do ta trashëgoj fisin e tij. Është një tregim i mrekullueshëm këtë që po lexojmë. Gjejmë elemente të kuptueshme njerëzore. Juda ka frikë që të mos i vdes, edhe djali i vogël pas dy të parëve. Tamara ka vendosur t'i nderojë të dy burrat që i kanë vdekur, një herë të parin, por edhe të dytin me vonë. Kemi në Ungjil një pyetje që hebrejt ja bëjnë Jezusin. E gjejmë tek Ungjilli Mateut kapitulli 22, Ungjilli Markut kapitulli 12, Ungjilli Luks kapitulli 20. Po e lexojmë te Mateu. Mateu 22, rreshtat 23-33. Pyetja është kjo. Atë ditë erdhen tek ai disa saducej që thonë se nuk ka ringjallje të vdekurish. Ata e pyetën: Mësues, Mojsiu tha se nëse ndokush vdes pa lënë fëmijë, i vllai le të martohet me gruan e tij për t'i lindur vllai të vet trashëgimtar. Tash ndër ne ishin 7 vëllezër. I pari u martua e vdiq, e pasi nuk pati fëmijë, ja la gruan vllait të vet. Kështu ndodhi me të dytin, me të tretin, deri tek i 7. Dikur, pas të gjithëve, vdiq edhe gruaja. Në ringjallje pra, gruaja e cilit ndër këta të 7 do t'jetë, sepse të gjithë e patën grua. Në sfund të kësaj pyetjeje që bëjnë saducejt, është pikrisht ky ligj. Ata duan patjetër të banalizojnë mësimin e Jezusit mbi ringjalljen dhe përdorin këtë traditë zakonore hebraike, pra ligjin e Leviratit, të mbështesin argumentin se ligji dhe mësimi mbi ringjalljen janë të pakuptueshëm dhe pa bazë. Por të shkojmë me radhë, ta dëgjojmë një pjesë të tregimit të Zanafilës kapitulli 38 dhe të shohim çfarë ndodh me Juden dhe me Tamarën. Nga libri i Zanafilës, kapitulli 38, rreshtat 6 deri në 11. Juda e martoi djalin e parë të vetin, Herin, me një grua që quaj Tamar, por Heri i paralinduri i Judës që i keq para syve të Zotit, dhe Zoti e vrau. Juda i tha Onanit: merre gruan e vllaut tënd dhe bëje shoqe për t'i ngritur trashëgimtar vllait tënd. Ky, prej se e dinte se fëmia zëtë ishte i tij, kur hynte te gruaja të vllait, e derdhte faren për tokë që të mos i linte të vllait trashëgimtar. Prandaj edhe këtë e mbyti Zoti, sepse bëri një vepër të poshtër. Për këtë arsye Juda i tha resë vet, Tamarës: qëndro si vejush në shtëpinë e tyt atë, derisa të më rritet i mbir Selai. I kish hyrë frika se mos i vdes edhe ky, por si vëllezërit e tij. Ajo shkoi të jetoj në shtëpinë e tet. Juda ishte ndarë prej vëllezërve të vet dhe ishte martuar me vajzën e një tregtari kananeas. Gruaja e tij pra ishte kananease. I linden 3 djem: Er, Onan dhe Shela. Kur u rrit, ai e martoi djalin e parë me një vajzë me emër Tamara. Autori biblik e lëpezu biseden mbi prejardhjen e Tamarës. A ishte hebreje ajo apo kananease? Tek libri 2 i Samuelit kapitulli 13, gjejmë një tjetër person me emrin Tamara, Tamar në hebraisht, vajza e mbretit David. Pastaj edhe Mesa e Davidit, vajza e Absalomit, edhe asaj ja dhënë emrin Tamara. Libri 2 i Samuelit, kapitulli 14, rreshti 27. Sipas këtyre gjasave, Tamara, ereja e Judës, mund të ishte hebreje. Mirë po tregimi ambientohet në Kanaan,
Juda jeton me Kananeas, gruan e merr Kananease. Tamara më vonë veshet, do ta shohim si një prostitut Kananease, dhe rri ashtu e veshur në publik te dera e qytetit, sa që Juda as nuk e njeh. Edhe pse këtu ishte një simulim i ushtrimit të prostitucionit me qëllim mashtrimin e Judës në një farë mënyre, që do ta shpjegojmë, ushtrimi i prostitucionit ishte rreptësisht i ndaluar në Izrael. Teorikisht, Tamara mund të ishte edhe e huaj. Nuk mund ta përcaktojmë prejardhjen e Tamarës as nga emri i saj, edhe pse, si tham, gjejmë në Bibël persona me atë emër. Emri Tamar, që në përkthim do të thonë palmë, është në prejardhje të rëndomt semitike, jo pra detyrimisht hebraike. Autori nuk e përcakton prejardhjen e saj, kështu që asnjë nuk mund ta përcaktojmë, sepse do të ishte një argumentum ex silentio, siç thuhet në latinisht. Do të arrijmë në një konkluzion prej mungesës së fakteve, prej faktit se autori nuk përcakton detaje. Por kjo heshtje e autorit mbi prejardhjen e saj ka implikime me rëndësi. Teksti sugjeron në mënyrë të tërthort se nuk ka as pak rëndësi prejardhja e Tamarës. Ajo pranon dhe respekton deri në fund praktikat fetare të familjes në të cilën është martuar. Ashtu e pranon, si do ta shohim në të ardhmen, edhe Ruta, reja Moabite e Noemit. Kjo lexohet tek libri i Rutës. Tamara u martua me djalin e parë të Judës, ai quhej por ai vdiq shpejt, pa lënë fëmijë, sepse, siç thot teksti i Zanafilës, Zoti e bëri të vdes, sepse shkrimi i shenjtë thot se ai ishte i keq në sytë e Zotit. Shkrimi i shenjtë e përmend shpesh shprehjen me qenë i keq në sy të Zotit, dhe zakonisht kjo shprehje i atribuohej mbretërve të Izraelit. Po jap këtu disa shembuj. Shembulli i parë, mbreti Nadab ishte biri i Jeroboamit parë. Shkrimi i shenjtë thot kështu: bëri çështë e keqe në sy të Zotit, eci udhës së babait të vet dhe në mëkatin e tij, me të cilin e bëri të mëkatoj edhe Izraelin. Libri i parë i mbretërve, kapitulli 15, rreth 26. Baasha, një tjetër mbret, ai bëri çështë e keqe para syve të Zotit dhe eci udhës së Jeroboamit e në mëkatin e tij me të cilin e kishte bërë Izraelin të mëkatonte. Libri i parë i mbretërve, kapitulli 15, rreth 34. Mbreti Omri, këtu përdoret një formulim edhe më i rëndë. Omri bëri keq ndër sytë të Zotit, madje veproi edhe më keq se të gjithë tjerët që kishin qenë para tij. Libri i parë i mbretërve, kapitulli 16, rreth 25. Mbreti Ahab, këtu gjejmë formulimin më ekstrem ndër të gjithë. Ndërtoi edhe banirin, bëri edhe vepra tjera të liga, duke fyer Zotin hyjin e Izraelit, me tepër se të gjithë mbretërit e Izraelit që kishin qenë para tij. Libri i parë i mbretërve, kapitulli 16, rreth 33. Djali i mbretit Ahab, Ahazia, bëri të keqe ndër sytë e Zotit dhe eci udhës së babait të vet, e të nënës së vet, dhe udhës së Jeroboamit, birit të Nabatit, i cili e ngashnjeu Izraelin të mëkatonte. Libri i parë i mbretërve, kapitulli 22, rreth 53. Shembuj të tillë mund të shumohen shumë. Në të gjitha këto raste, arsyeja kryesore e dënimit të Zotit është praktika e idhujtarisë. Ka edhe arsye tjera, por të përzierit me traditat e vendeve tjera, sidomos me ato që shkojnë në harresën e traditave të parëve dhe të thyrjes së beslidhjes, konsideroheshin si mëkate shumë të rënda në Izrael. Sipas gjasave, kjo ishte arsyeja e vdekjes së Erit. Idhujtaria dhe përzierja me praktikat e komeve tjera. Ndoshta, teksti biblik dëshiron të sugjeroj se këto i ka mësuar nga nëna e vet,
që ishte kananease, ndoshta edhe jo, por pjesë tjera të Shkrimit të Shenjtë ndalojnë me forcë martesën me gra të huaja, pikërisht që të evitohet përzierja me traditat e kombeve tjera. Tamara, pas vdekjes së burrit të vet, mori kunatin sipas ligjit, quhej Onan, por ai nuk donte ta linte shtatzën kunaten dhe t'i jepte trashëgimi i vllaut, sikurse parashikte ligji i Leviratit që kemi shpjeguar më sipër. Veç kjo përbën një thyrje të rëndë të rregullores dhe edhe ai vdes si vllau i vet i madh. Tani Tamara me të bejush, pa fëmijë, por Juda e ka edhe një djalë, quhej Shela, ishte akoma i vogël, nuk ishte për martesë. Juda i tha kështu Tamares: "Qëndro si vejush në shtëpinë e atit tënd, derisa të më rritet i mbir Shela." Dhe shpjegon autori i Shkrimit të Shenjtë, i kishte hyrë frika se mos i vdes edhe ky, por si vëllezrit e tij. Ajo shkoi të jetojë në shtëpinë e të atit, tregon kapitulli 38 i Zanafilës tek rreshti 11. Autori tregon arsyen pse i thot të shkojë në gjini. Haptas thoshte se në gjini do të jetë më rehat se ku ishte martuar në pritje të rritjes së Shelës dhe të martesës me të. Por në zemër mendonte ndryshe. Juda mendonte se kjo grua sjell fat të keq. Kanë vdekur të dy djemtë e parë, kishte frikë të mos vdes edhe i treti. Ky ishte mëkati kryesor i tij, nuk gjente gabim tek idhujtaria e bijve dhe tek thyerja e beslidhjes që ishin arsyet e vdekjes së tyre, por tregonte Tamarën si fajtore. Nuk e kuptonte as veten gabim, se si kishte edukuar mirë djemt. Shihte faj aty ku nuk ishte. Nga libri Zanafilës, kapitulli 38, rreshtat 12 deri në 19. Kaloi shumë kohë dhe vdeq bia e Sueit, gruaja e Judës. Ky, kur kaloi koha e zis, shkoi te qeftarët e deleve të veta bashkë me Hirasin, mikun e vet prej Odolamit, në Tamën. E lajmëruan Tamarën se vjerri i saj po shkonte në Tamën për të qethur delet. Kjo, si i hoqi petkat e vejnis, ndroi petkat, u mbulua me vel, u ul para derës së Naimit në udhë që shpije në Tamën. Bëri kështu sepse Selai ishte rritur e nuk ja kishte dhënë për burr. Kur e pa Juda, mendoi se do të jetë lavire, sepse ajo e kishte mbuluar fytyrën. Ai u drejtua Kahajo në udhë e i tha: "Më lejo të afrohem." Nuk dinte se ishte e reja. Ajo i përgjigji: "Çka po më jep që të afrohesh?" Ai tha: "Do të çoj një edhë prej mretit." Por ajo i tha përsëri: "Nëse ma jep pengun derisa të më dërgosh." Juda i tha: "Çka kërkon të jap për peng?" Përgjigji: "Vulën tënde, gjalmën dhe shkopin që ke në dorë." Ai tha: "Ju afrua dhe gruaja mbeti shtatzën." U qua dhe shkoi, hoqi velen dhe u vesh me petkat e vejnis. Sikurse kemi thënë më sipër, Judës e kishte hyrë frika se mos t'i vdes edhe djali më i vogli, por si vëllezërit e tij. Pastaj duke folur për Tamarën, teksti tregon tek Zanafila kapitulli 38 rreshti 14 se Shela ishte rritur e nuk ja kishin dhënë për burr. Justifikimi se është fëmijë nuk vlen më. Sikurse Juda të mos donte ta martonte Shelën me Tamarën, kishte mundësi ta bënte këtë me praktiken e khalica, heqjen e sandales. Por kjo do të shkaktonte një poshtrim shumë të madh për familjen e tij. Nga ana tjetër bënte sikur nuk kishte ndodhur asgjë. Ndërkohë, i vdiq edhe gruaja, spostohej prej një vendi në një tjetër, Tamarën e kishte qit krejtësisht në harres, sigurisht jo pa qëllim, se kjo nuk është diçka që harrohet, mirë po kjo është ndronte Tamarën në një vejush të përjetshme. Juda as se ka plotësuar ligjin, as se ka liruar Tamarën,
nga lidhja e ligjit të Leviratit, të cilit ajo donte t'i qëndronte besnike. Tregimi thot se Tamara bën çmosin për t'i dhënë burrit trashëgimi, sa jo një skenë absurde, por shumë efikase. Thot shkrimi shenjtë kështu: i hoqi petkat e vejëris, ndroi petkat, u mbulua me vel, u ul para derës së Enaimit në ull që shpije në Tamna, pikrisht ku kishte dëgjuar se kishte shkuar Juda. Thot teksti gjithashtu se dikush e lajmëroi Tamaren se Juda kishte ardhur në Tamna. Kjo do të thotë se Tamara kishte bërë publike situatën e saj, se po jetonte edhe një situatë shoqërore të parahatshme edhe para tjerëve. Të gjithë po interesoheshin për te, mundoheshin ta ndihmojnë, të gjithë përveç Judes që kishte për detyrë ta ndihmojë. Juda shkon në Tamna, pasi që kishte qarë gruan e vdekur në kohën e qethjeve të deleve. Ti themi disa fjalë për qarjen e të vdekurve në Bibël dhe domethënien në këtë rast të periudhës së qethjeve të deleve. Si bëhej qarja e të vdekurve në Izrael? Bibla parasheh disa praktika. Do t'i përmendi këtu edhe për një kulturë personale. Praktika e parë, më e shpeshta, më përdoruara, është shkyerja e teshave, që në hebraisht quhej keria. Kjo është forma më e rregullt e shprehjes së zis. Teshat këtu simbolizojnë brendinë e njeriut. Jakobi për shembull shkyen teshat kur ndihen se ka vdek. Jozefi tek Zanafilla kapitulli 37, rreshti 34. Ne e dim patjetër se Jozefi nuk ishte i vdekur, por vëllezërit e Jozefit, bijt e Jakobit, i thonë se Jozefi kishte vdekur dhe ky në zi për djalin që mendonte se kishte vdekur, shkyen teshat e veta. Pastaj Davidi dhe shokët e tij shkyen teshat kur ndihen se ka vdekur Jonatani. Kapitulli 2, libri 2 i Samuelit, kapitulli 1, rreshti 11. Gjesti simbolik i shkyerjes së petkave shpreh një realitet të brendshëm tek njeriu. Me vdekjen e të dashurve ndodh një shqyrje e brendshme në shpirtin e tij. Praktika e dytë e zis për rastin e vdekjes është me u vesh me thas. Sak, praktika sak në hebraisht. Teshat normale zëvendësohen me një farë thasi, i bërë prej leshit zakonisht të deles, dhe veshej shpesh për trup ky thas, si shenjë dhimbje të thellë. Kështu për shembull bën Jakobi kur mendon se ka vdek Jozefi, si thamë përpara. Davidi gjithashtu veshet me thas, derisa ka djalin Esmur, djalin që i kishte lindur me Batsheva, sikurse e dim historinë, por do ta shpjegojmë përsëri tek libri 2 i Samuelit, kapitulli 12, rreshti 16. Një tjetër praktikë është me umbulu me hi ose me pluhur, zakonisht duke e hedhë hirin ose pluhurin në krye. Kështu për shembull Jobi, kur i vdesin 7 djem me 3 vajza, te kapitulli 2, rreshti 8 i librit të Jobit, mbulohet me hi dhe me pluhur. Jozuehu hedh hi mbi kry pas një disfate, Jozuehu kapitulli 7, rreshti 6. Kjo ka domethënien e dobësisë së natyrës njerëzore dhe të prejardhjes së njeriu prej dheut, sikur se shkruan Zanafilla kapitulli 3, rreshti 19, pluhur je dhe pluhur ke me u bë. Praktika tjetër është agjerimi. Çfarë do jazi për vdekjen e dikujt, shpesh ndiqet me agjerim. Për shembull Davidi agjeron se ka djalin e smur, rasti që përmendëm, kapitulli 12, rreshtat 16 deri në 23 të librit të 2 të Samuelit. Gjithashtu kur vdes Sauli, libri 2 i Samuelit, kapitulli 1, rreshtat 12, Davidi agjeron, por edhe banorët e Javesh Galaad agjerojnë 7 ditë pasi që e kanë varrosur Saulin, libri 1 i Samuelit, kapitulli 31, rreshti 13. Një tjetër praktikë është mos me u la e mos me u lye me parfume. Këtë dëshmon libri 2 i Samuelit, kapitulli 12, rreshti 20, kur Davidi lahet pas vdekjes së djalit, të gjithë habiten pse u la. Kjo tregon se mos me u la
dhe mos me pas kujdes për trup, e shenjë e jazit për të vdekurin. Tjetër praktikë është qarja në publik dhe ankimi me zë të lartë. Kështu për shembull, thot Jeremia kapitulli 9, rreshta 16 deri në 17, ku përmend edhe vajtoret, po e citoj: Thirrni vajtoret, le të vinë, thirrni ato më të dijshmet, le të shpejtojnë, le t'ja nisin mbi ne vajtimit, që sytë tanë të nderdhin lot, ujë të rrjedhin çepallat tona. Këtu konteksti është patjetër i situatës së Izraelit para shpërnguljes në Babiloni, ose më mirë të themi situatës së Judës para shpërnguljes në Babiloni. Vajtimi pra është një praktikë e rregullt, mjaft e ngjashme me traditat tona shqiptare të vajtimit, që e njohim pak a shumë. Një praktikë tjetër është me u ul dhe me ndej në tokë. Jobi për shembull rri në tokë 7 ditë e 7 net pas vdekjes së 7 djemve dhe 3 vajzave. Libri Jobit kapitulli 2, rreshti 13. Dhe praktika e fundit që po përmendi është mos me urru e mos me pre flokt, ose të kundërtën me u qeth krejt tullac. Mund të lexohen Isaia 15, rreshti 2, Jeremia 48, rreshti 37, Mikea kapitulli 1, rreshti 16. Por Levitiku u andalon priftave të rruhen e të qethen tullac. Jazi mbahet duke mos u kujdesur për këtë aspekt trupor. Gjithsesi, dikush që është në jaz nuk kujdeset për trupin e vet, për kohën sa të zgjat zia. Të kthejmë tek Juda. Ne nuk e dim se në çfarë forme e ka qarë Juda gruan e vet, por e marrim me mend se duhet të ketë bërë ndonjë prej këtyre praktikave fetare. Ai shkon në tamna në kohën e qethjeve të deleve. Çfarë do të thotë se Juda shkon në tamna në kohën e qethjeve të deleve? Çfarë ishte koha e qethjeve të deleve? Tani, tregimi nuk thotë se ai kishte delet veta për të qethur, se i çoi delet për të qethur, por se shkoi atje në kohën e qethjes. Bibla dëshmon se koha e qethjes së deleve ishte një periudhë festimi shoqëror në pranverë. Njerëzit shkonin të njëri tjetri, hanin e pinin. Ishte një periudhë me pa qef. Juda pra shkon në tamna të dëfryer. Teksti dëshiron të theksoj se i kishte kaluar dhimbja e 2 djemve dhe e gruas. Nuk përmend as djalin e tretë, as se kishte kujdes për të, si për Tamaren, drejt e cilës kishte detyrë të interesohej. Ai nuk kujdesohej as pak. Tamara maskohet që ai mos ta njohë dhe rri në derën të qytetit, duke pas parasysh se shela ku nati sa i vogël është i paarritshëm. Ajo mendon të shfrytëzojë rastin e pranisë së Judës për t'i lënë trashëgimi burrit të vet. Juda e kishte për detyrë ta zgjidhë këtë çështje juridike dhe e zgjidh atë qoftë edhe pa dëshiren dhe vetdijen e vet. Tamara mbulohet me vello dhe rri në udhkryq, që Juda të mendoj se është një prostitut. Është i pazakont ky fakt, sepse në Bibël te dera e qytetit, pra në atë udhkryq, në për të cilin njerëzit hynin në qytet, nuk rrinin prostitutat. Aty zakonisht bëheshin takime me tema, për shembull juridike, bëheshin seanca gjyqësore, aty takoheshin pleqt, aty profetizojnë profetet, aty ushtrohej tregtia. Sipas fjalëve të urta, kapitulli 31, rreshti 31, vetë gruaja fisnike që aty lavdrohet, në dyert e qytetit pranohet fisnikria e saj dhe bëhet publike prej të gjithëve dhe respektohet. Fakti se Tamara rri mbuluar te dera e qytetit si prostitut, ose tregon zakone jo hebraike që ndiqte Juda, ose Tamara e njihte mirë Juden, saqë e dinte se ai do të binte në tundimin, ta konsideronte si prostitut në një ambient ku nuk rrinin zakonisht prostitutat. Sido që tjetë rasti, Juda nuk nderon veten me sjelljen e tij në tamna. Ai shkon me Tamaren, duket se qëllimisht për këtë edhe kishte shkuar në tamna që të takonte ndonjë prostitut. Ai nuk e dinte se aty do të takonte të rene vet. Ne e dim se Juda nuk kishte punë tjera në tamna. Ai nuk e njeh rene vet, nuk e ka mendjen
as pak te ajo. Juda nuk ishte i përgatitur të paguante prostituten dhe kur ajo i kërkoi se si do ta paguante, ai premtoi se do t'i jap një ell që se kishte me vete. Tamara i tha që ndërkohë kërkon prej tij një kapar, bile 3 kapar. Vulen tënde, i thot, gjalmen dhe shkopin që ke në dorë. Kjo kërkesë e Tamarës për pengje nuk përben një skenar dramatik kot, por një strategji juridike të llogaritur mirë. Këto objekte janë shenjat e tija personale të identifikimit. Ishin si të kishte firmosur Juda, si të ishte nënshkruar me dorën e vet. Duke i mbajtur ato, Tamara siguron proven se fëmia është i Judes. E dinte se do ta akuzonin për fllëgështi, prandaj ishte e gatshme të jepte prova se sipas ligjit të Leviratit, fëmia i përket burrit të vet të vdekur. Nga libri i Zanafilës, kapitulli 38, rreshtat 24 deri 30. Kur ç'po ndodh? Pas 3 muajsh po e lajmërojnë Judes. Reja jote Tamara është dhënë pas fllëgishtisë dhe prej fllëgishtisë ka mbetur 7 zën. Juda tha: "Qiteni për jashta dhe le të digjet." E kishin qitur për ta ndëshkuar. Kjo atëherë dërgoi t'i thonë vjerit: "Unë mbeta 7 zën me atë njeri të cilit i përkasin këto. Njihi e kujt është kjo vul, ky tej e ky shkop. Ky si një e pengjet tha, është më e drejtë se unë, sepse unë nuk ja dhash për grua Selahit, djalit tim. Vërtet nuk ra më kurrë më të në shtrat." Kur erdhi koha të lind, u dukën binjak në krahurin e saj. Ndërsa po linte, njeri e qiti dorën dhe mamia ja lidhi një pejë të kuq e tha: "Ky doli i pari." Por kur e tërhoqi dorën dhe doli vëllai i tij, gruaja tha: "Ç'vrim bëre." Dhe për këtë arsye janë gjit emrin Fares, domethënë vrima. Atëherë doli i vëllai, në dorën e të cilit ishte peri i kuq. Ky u quajt Zara, domethënë lindja e diellit. Tek rreshtat që lexojmë këtu, shohim se si Juda lajmërohet se reja e tij Tamara ishte 7 zën. E lajmërojnë edhe një fije dije keqas, që ai të marrë një vendim, dhe vendimi që merr është të dënoj Tamarën e vdekje. Bile me djegje, sikurse ndoshta parashe Levitikus kapitulli 21, rreshti 9. Them ndoshta sepse këtu ligji parashe sjelljen e tillë prej vajzës së një prifti që të meritonte djegjen, por mund të jetë se është kjo baza ligjore e dënimit që vendos Juda. Mirë po Juda nuk ishte gjykatës, Juda nuk ishte në dorë të vendoste fatin e të resë vet. Ai është i gatshëm sidoqoftë si fjerri i saj që ta dënonte me vdekje, sepse në mendjen e tij ai e kishte turpëruar shumë familjen e vet. Mirë po faktikisht familjen e vet e kishte turpëruar ai vet, sepse nuk ja kishte dhënë për nuse djalit të vet të vogël, për arsye që, sikur se tham, deri diku mund të konsiderohen edhe të justifikueshme, por gjithsesi ai kishte pasur mundësi që çështjen ta zgjidhte në ndonjë mënyrë tjetër, me ndonjë marrëveshje ose me ritin e famshëm të Khalica, sikur se kemi thënë. Gjaja e parë që vrim te këto rreshta është se Juda kthen gjykimin e Tamarës në gjykim të vetvetes. Fillon ta kuptoj dhe ta pranoj gabimin. Ajo thot, është më e drejtë se unë, pasi që sheh në duart e saja pengjet që Tamara në mënyrë të urtë dhe inteligjente ja kishte mbajtur. Haker na, kështu i thot në hebraisht Tamara Judes. Njihi, shihi të lutem. Ky motiv i njohjes dhe i mos njohjes të këto tekstet e Zanafilës kthen shumë shpejt. E mbani mend me siguri se si Izaku nuk i njihte djemtë e vet. Pastaj edhe Jakobi kishte skenat e tilla. Jakobi, do ta shohim, ftohet të njoh
petkun e lyer me gjak të djalit të vet Jozefit. Me vonë 10 vëllezërit në Egjipt nuk e njohin Jozefin, kështu që motivi i zbulimit të diçkait që është e panjohur është një motiv i rregullt në këto tekste të Zanafilës, dhe zbulimi i sekretit, të themi ashtu, që Tamara kishte në dorë, pra të pengjeve që ja kishte marrë vjerrit të vet, tregon se fëmijët në fakt kishte binjak në kraharor janë prej Judës, vjerrit të vet, pra kanë lindur aty ku duhej të linte fëmija që do të konsiderohej faktikisht, sikur se kemi thënë disa herë, i burrit të vet, që kishte vdekur. Një tjetër gjë që mund të themi mbi këto rreshta të veçanta, shumë specifike të Shkrimit Shenjtë, është se Tamara e ka kthyer drejtësinë ashtu si e parasheh ligji. Jo Juda, por Tamara. Ajo ka bërë çmosin për t'i dhënë një djalë Erit, burrit të saj të vdekur. Dhe Juda këtë e pranon. Kjo është nga ana biblike një mësim i qartë. Gjithkush mund të themelojë drejtësi, jo vetëm ata që i përkasin një kaste të caktuar. Bile shpesh, më i drejtë është dikush që njeriu nuk e pret, se ata që do të ishte e pritshme të ishin. Këtë mësim do ta gjejmë disa herë edhe tek mësimet e Jezu Krishtit. Një shembull klasik i kësaj është Samaritani mirë. Tamara bëhet vegël e provënisë hyjnore. Ajo është një prej paraardhësve të Jezu Krishtit. Këtë e thot Shën Mateu tek Breznit, kapitulli 1, rreshti 3. Është e para grua në listën e disa grave tjera që do të përmend më vonë në gjenealogjinë e tij. Thot Mateu se Judes i lindën prej Tamarës, Faresi dhe Zara. Zanafila kapitulli 38. Ky kapitull na flet për një familje të bijve të Jakobit, konkretisht të Judes, dhe si figurë qendrore është Tamara, nusja e Herit, djalit të tij. Juda, një nga 12 djemtë e Jakobit, kur u rrit, zgjodhi në lirinë e tij të jetojë larg traditës dhe vendit të tyre. Në atë vend ku shkoi të jetojë, ishte një vend larg nga tradita javiste. Ishte një vend pagan kananeas. Juda, si trashëgimtari i Jakobit dhe i traditës javiste, që do të thotë javiste me afër Zotit, ose Zoti pran njeriut me katar, që udhëheq dhe drejton rrugën e bijve të Jakobit. Kurse Juda zgjodhi të jetojë larg kësaj tradite, të jetojë larg Zotit dhe me një jetë plot pa udhësi dhe pa drejtësi, i dobët dhe egoist. Ai martohet me një vajzë kananeese me emrin Sue. Në këtë martesë, Juda pati 3 fëmijë, 3 djem, Heri, Ononi dhe Sela. Të flasim për këtë kapitull të Zanafilës është plot me personazhe shumë të ndryshme, javiste, me drejtëhijet e veta dramatike dhe i gjallë dhe konkret në planin e hyjit. Zoti ndërton historinë e shëlbimit, jo vetëm përmes të drejtëve, por edhe përmes njerëzve mëkatar, kur këto pranojnë të vërtetën edhe kur këto zgjedhin të jetojnë jashtë planit të hyjit. Kur kjo familje që ishte ndërtuar jashtë planit të Zotit dhe kundër traditës së beslidhjes tregon largimin shpirtëror të Judes nga familja premtimit. Si pasojë e një familje të çrregullt dhe në mungesën e elementit bazë për një familje që është dashuria, bën të keqen para syve të Zotit. Heri, djali i madh i Judes që u martua me Tamarën, edhe ky bëri të keqen para syve të Zotit dhe Zoti e vrau. Shkrimi i Shenjtë nuk të jep më shumë detaje, sepse e keqja e tij ishte thelbësore. Jeta e tij ishte e mbyllur ndaj hyjit. Sipas traditës së lashtë e treguar në Bibël, gruaja vëllai të madh duhet të jetojë në martesë me djalin tjetër që është Onani, që vëllai i madh të ketë trashëgimtar. Kjo traditë është shumë e lashtë edhe sot duket pak si interesante. Kjo mënyrë e të jeturit në familje ishte për të mirën e saj dhe për mbrojtjen e vejushës, ku secili të jetë trashëgimtar
dhe të ruhet tradita javiste në mënyrë që martesat të mos bëhen me fiset pagane, që mos të përdosin bijtë e Jakobit. Por edhe Onani nuk veproi dhe nuk pati kujdes që të jetojë për të mirën e traditës të familjes, që vëllai i tij të ketë trashëgimtar, por edhe ky bëri të keqen para syve të Zotit. Mëkati i Onanit nuk është thjesht seksual, por i refuzimit të përgjegjësisë, egoist dhe qëllimshëm, përdorimi i Tamarës pa dashuri dhe drejtësi. Mëkati i tij është kundër jetës dhe drejtësisë, jo thjesht kundër rregullit trupor, por kundër familjes dhe planit të Zotit. Pse themi në planin e Zotit? Çdo njeri është përgjegjës në planin e Hyj, sidomos kur bëhet fjalë për të ndërtuar një familje. Zoti ka krijuar dhe ndërtuar gjithësinë nga hiçi, kur asgjë nuk ekzistonte. Kurse tani Zoti nuk ndërton asgjë vetëm. Zoti gjithçka ndërton, rregullon, vepron bashkë me ne, me njeriu. Familja është vatra ku lind dhe promovohet dashuria dhe burimi i kësaj dashurie është vetëm Zoti. Atëherë lind pyetja: ku e merr familja këtë dashuri përveç se të burimi? E ky burim është vetëm Hyj dhe askush tjetër. Pra një familje pa Zotin është një familje pa dashuri, dhe një familje pa dashuri jeton zhurmën e botës dhe pa dinjitet. Edhe historia e shëlbimit pra fjala e Zotit, Bibla, ku në qendër është Hyj si arkitekti i mirë dhe bashkëpunëtori në këtë plan është njeriu mëkatar. Prandaj duhet të mendojmë mirë kur hedhemi hap në jetë e sidomos kur duam të ndërtojmë një familje. Këtu po them edhe për të rinjt. A jemi brenda planit të Zotit? A është Zoti duke bashkëpunuar me ne dhe ne bashkë me të? A është ai mjeshtri dhe ndërtuesi i jetës dhe i familjes sime bashkë me mua? Kur ndërtojmë një familje me hirin dhe bekimin e Zotit, atëherë kemi ndërtuar edhe një shoqëri të lirë dhe një botë plot me paqe. Drama e familjes së Judës vazhdon në skenarin e mëkatit. Tamara ka të drejtë të jetojë në martesë me djalin e tretë, që është Sela, por Juda nuk ja jep këtë të drejtë. Ja mohon duke mashtruar, nuk e mban fjalën. Këtu ai tregohet i pabesë ndaj resë së tij, pavarësisht që i ka premtuar. Tamara jeton në pritje me një jetë pezull duke sakrifikuar jetën e saj. Abuzimi i vazhdueshëm ndaj Tamarës, që e mohon të drejtën familjes që i takon me bekimin e Zotit. Ky vazhdon për të mbrojtur djalin e tij dhe mëkati marr përmasa të ndryshme, duke bërë mëkat mbi mëkat. Tamara që jeton me prindërit e saj, larg familjes së vehrit të vet, por gjithmonë mendjen e saj është te familja e burrit. Kërkon me këmbgulje një trashëgimtar me djemt e vehrit të saj. Nuk kërkon asgjë më shumë se e drejta që i takon. Tamara që është gjithmonë në kujdes, shfrytëzon një rast të Judës për të nxjerrë në dritë krejt padrejtësitë e Judës dhe djemve të tij. Veprimi i Tamarës mëkat apo akt drejtësie. Kjo është pjesa më delikate e kësaj ngjarje. Çfarë bën Tamara? Ajo përdor Judën në mënyrë të fshehtë për të fituar të drejtën e saj. Nuk vepron për efsh, as nuk vepron për para. Vepron për të drejtën që takon, që i është mohuar. Kjo do një trashëgimtar si çdo njeri tjetër, që ka të drejtën e saj, që Zoti e ka dhënë në traditën javiste. Në aspektin teologjik, familja nuk është prona jonë, madje nuk kemi as pronar të jetës sonë. Në realitet çdo dhuratë jona dhe krejt familja janë prej Zotit, dhe të gjithë jemi prona e tij. Askush nuk do të jetë mbi familjen ose mbi jetën e tjetrit përveç Zotit. Zoti nuk e ka dhënë familjen për privilegje ose për ta shfrytzuar kush është më i forti. Përkundrazi, familja është vendi ku mund ta shëtrojmë jetën tonë duke vendosur në shërbim dhe në mbrojtjen e saj, e sidomos në të dobtit. Familja është vendi për të promovuar vlerat morale dhe shpirtërore, ku secili rritet drejt këtyre vlerave dhe jo për të abuzuar me jetën e tjetrit, sikurse bën Juda me Tamarën. Familja është bërthama e shoqërisë njerëzore dhe pa këtë familje
nuk mund të kesh shoqëri dhe kombe, ku përgjegjësit kryesor janë prindërit. Gjatë takimit me Juden, Tamara mbetet shtatzën. Këtë Juda nuk e kupton. Tamara shumë e kujdesshme ja merr si peng Judës shkopin, litarin dhe vulën. Këto janë identiteti dhe personaliteti i tij dhe përgjegjësia e tij. Një burr si Juda nuk do të lejoj vetes një gjë të tillë. Vula, shkopi dhe litari janë identitet dhe autoritet për një burr dhe ky bjen në këtë pozicion të një njeriu të pavlerë, imoral dhe i papërgjegjshëm. Gjithçka përfundon pa e ditur dhe pa kuptuar Juda për gjithçka ndodhi. Tamara lemron Juden për shtatzaninë e saj. Ajo nuk e turpron Juden publikisht. Ajo i jep mundësi që të pranojë të vërtetën. Juda kur e mori vesh e dënoi ashpër veprimin e Tamarës dhe tregohet shumë hipokrit dhe merr një vendim të ashpër kundër saj, kurse për mëkatin e vet nuk ka fare kujdes. Këtë Juda mendon se Tamara ka bërë kur është shkelje me dikë tjetër. Mendon se është bërë prostitutë dhe lavire, për këtë merr një vendim shumë të ashpër. Qiteni për jashta dhe të digjet. Ky gjykim nuk ishte menduar dhe nuk ishte hetuar mirë në rrethana dhe në detaj, se bashkëfetor është edhe vetë ai, por ishte një gjykim i pabazuar në drejtësi. Por qëllimi i vetëm ishte të eliminohej Tamara që të mos jetë një pengesë për jetën e Judës dhe familjes së tij. Juda mendon se drejtësia është për të tjerët dhe jo për të, sepse edhe ky ishte përfshirë me shumë padrejtësi dhe në mëkate të rënda. Këta janë padrejtësitë e Judës që bën para syve të Zotit. Ky veprim e bën Juden më të zi në mëkat, kur ja drejton gishtin e fajit tjetrit dhe nuk e shikon brendësinë e shpirtit të tij, që është i zi nga mëkati i fllëkshtisë dhe shumë mëkate të tjera. Tamara që është në të drejtën e Zotit, din të mbrohet. Zoti ndihmon Tamarën dhe të gjithë ata që janë në të drejtën e tyre. Ajo përdor simbolet e Judës, shkopin, vulën dhe litarin, provon pafajësinë e saj duke e bërë atë direkt fajtor në këtë çështje. Atëherë Juda nuk kishte tjetër rrugdalje dhe kupton se ai ishte autori i kësaj shtatzanie dhe deklaron: "Është më drejt se unë." Ai pendohet, pranon fajin e tij, pranon padrejtësitë që i ka bërë Tamarës resë së tij. Këtu ndryshon situata në këtë familje. Këtu kemi mundësi reflektimi. Kemi thënë edhe në katekezet e tjera, nuk janë vetëm këto personazhet që lexojmë në Bibël njerëz me mëkatar. Këto janë njerëz si ne, jo me mëkatar si ne. Duhet të kemi kujdes, sa gra dhe vajza sot shfrytëzohen ose trajtohen si plaçk tregu. Sa grave dhe motrave tona amohohet e drejta dhe ju shkelin digniteti i tyre hapur. Paguhen me pagë më të vogël se të tjerët, me orë të gjata në punë, me punë të rënda dhe të rëndomta, punojnë në fabrika pa kushte minimale për jetën dhe kur vinë në shtëpi të lodhura, duhet që të bëjnë edhe punën të shtëpisë. Kjo është situatë edhe ne nuk reagojmë. A kemi përgjegjësi në këtë situatë që janë evidente në shoqërinë tonë dhe pse jemi shumë shekuj me vonë? Këto pyetje shumë si këto duhet të jemi koherent, të paktën ne si të krishterë, ta themi hapur fjalën tonë për të mirën e shoqërisë. Tamara në këtë shtatzani që pati me Juden, lindi Faresin dhe Zarin. Tamara hyn në gjenealogjinë e Krishtit. Prej Faresit do të dalë fisi Davidit, dhe prej familjes së Davidit do të dalë një penjoll, Krishti Zot. Zoti bën që të mbi drejtësia nga toka, nga keqja të dalin e mira. Mjafton pak mirësi, në rastin konkret Tamara. Edhe pse mëkatar, Zoti ndryshon jetën tonë. Lejon jetën dhe shpëtimin e njeriut. Zoti nuk e justifikon mëkatin, por e shndron pendesën në hir. Këtë kërkon Zoti edhe nga ne, të pendohemi dhe ta rifillojmë jetën me Zotin. Kur zemra jonë bie në pendim, Zoti ta rikthen jetën e hirit, që të ecësh përpara ti dhe familja jote, dhe ta fitosh jetën që ke humbur si rezultati i mëkatit.
Në takimin e ardhshëm do të lexojmë pjesë nga Zanafilla kapitulli 37 deri në 15 është cikli i Jozefit, është cikli i fundit i Zanafillës. Nëse keni mundësi lexojeni të shtëpia, do ta kuptoni më mirë. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoftë.